Pyetja fundit, selam aleikum o gjinderuar, nëse gjatë namazit gabimisht në vend të surës Fatiha fillon të lexosh etehiyat, apo në ruku thu subhana rabbiyal ala, në vend të subhana rabbiyal azim, a kërkohet se sejdë harresës dhe a ka dallim në këtë çështje nëse je imam apo xhamat, që falet pas imamit, po ashtu a ka dallim nëse namazi është me zë apo pa zë, Allahu ju nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këto gabime bon, edhe pse kanë herë si nuk është për tallje, nuk është për shek se së lejohet me tallje me të çështje, po njëri ka bërë. Edhe ka dëshim për një plak të na që kemi njoftë, se thot njëri, në qatë me ditë e të jatë, me të lamet e njëta, me ke që të jatë, që ka që të jatë, që ka prish namazën. Për që munësh me gabu me njëse të jatit, me të lehamit munësh, me tash me thonë, në gjurë shibe që të jatit, tash që ka që të jatit, që ka për të jasa që është e mëshme si gabim. Nëse ban një gabim i tjil, nëse e ban kur jetë u falë vetë, duhet me ban se vesishte. Edhe nëse e ban këtë gabim, kur je imam, duhet me ban se vesishte. Por nëse e ban këtë gabim, ti je të u falë me imam, e ti e mrapa imamit, nuk ban asë se vesishte asë u zhejsh. Qoftë namazit jetë në zanë, qoftë namazit jetë pa zanë. Por shumë dhe që imamin në e lidh me imam, por që imamin të dash me lizuar hamën e këmë lizuar të jatit kur gjë, kur se përgjësia është imamit. Dhe më thonë, nëse na jemi konë gjematu u farë dhe kemi bo këtë gabim, s'kem përgjësi, për shkak se përgjësia është imamit. Nëse jena të u farë vetë, duhet me ba se vesishte. Dhe nëse e ban imami vetë, që kur është të u farë, duhet me ba se vesishte me gjematin. Wallahu a'lam.